është komplet është i shkutur, njeriu kur bëhet materialist dhe nuk e njeh Zotin e tij, nuk e njeh familjen e tij, edhe ky materializmi i skajshëm fatkeqësisht e përbot e ka vërshuar botën, mirë po çka jemi ndikuar edhe ne jemi ndikuar, dhe ne po e shohim këtu në vendin tonë, gjithë me thonë, me tërqenje kemi punu të jemi të liqë që jemi tash, e kemi ndërru një Kosovë të këtil, edhe kemi mendu se ajo dashuria, ajo përzirja, ato vizitat, ndihma njëri tjetrit, edhe ndajat kanë me ushtue, fatkeqësisht janë paksue, sepse jemi ndikuar, do me thonë, prej materializmit perëndimor. Andaj, Islami e zgjidh problemin mas miri, sepse Allahu te bareke ve taala nuk ka thonë veç me boj ibadet, apo veç me umon me çështjet materiale. Se cilës me adhon atë hakun, apo se cila ka hisën e vetë, edhe në raport me njerëzit. Për ata Allahu Teala në Kur'an jo rastisht thotë, wala tansa nasibaka min ad-dunya, mos e harrot hisën tënde që e ki edhe në dunja, që do të thonë edhe me anë materiale merrmi. Se shumë kush mendon se na do të veç me ibadet edhe veç me u falë edhe na as mos më martue, as mos më ndërtu shtëpi, as mos më ble makina, as mos më shkollu shumë ku ta diun. Edhe çka na mendojnë si njerëz që nuk shohën në katarant. Përkundrazi ai që është musliman i devotshëm, ai që ka kuptuar mirë Islamin, ai është njeriu më i mirë në shoqëri, sepse vetë Islami ka parim, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu më i mirë, cili është anfa'uhum linnas, ai që i bën mirë njerëzve, ai që është i dobishëm për njerëzit. Kështu që Islami ka largu edhe këtë materializmin e skajshëm apo kapitalizmin e skajshëm, mërë po i kalon njerëzit liqë që të kemë pasuni, se në nuk mundim me thonë, sikur në atë komunizmin apo socializmin e skajshëm që s'ka mujtë kërkush me i hapë sytë që shdohet, sepse s'të kalon shteti, edhe që të ka dirigju prej lartë, edhe të ka caktu çmimet, të ka caktu punën, s'të kalon dhe me thonë me përparue, edhe ato Islami lufton. Njeriu është në mes të asaj, do me thonë, socializmit të skajshëm, edhe këtij kapitalizmit të frekshëm i cili sot e ka vërshu botën, ku njerëzit kanë arritur, nëse kanë kështu drejt me thonë gati në qiell, një në nënë, të tjerët vdesin urije para biznesit të tyre, apo para milionerëve, apo para bankave, apo kështu me radhë.